Në këtë edicion do të ndihni. Akreditohen 3 programe të reja në Universitetin Fehmi Agani në Gjakov. Anësore të dëmtuara në ura në fshatit Marmull, shqetësim për komunitetin. Shënohet dita botërore e librit, zgjedhen lexuesit më të mirë të bibliotekës së qytetit. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Me 3 programet e fundit të akredituara Universiteti Fehmi Agani në Gjakov, në vitin ri akademik hap dyert me gjithsej 11 programe të akredituara. Rektori Drilon Bunjaku, duke folur për 3 programe të reja, tha se 2 programe janë nga Fakulteti i Mjekësisë, ndërkaq 1 nga Fakulteti i Edukimit, si një mundësi e mirë për studentët të ardhshëm. Në mbledhjen e Këshillit Shtetëror të Cilësisë, Universitetit Fehmi Agani në Gjakov janë akredituar 2 drejtime të reja në Fakultetin e Mjekësisë dhe një program tjetër është riakredituar në Fakultetin e Edukimit. Në Fakultetin e Mjekësisë janë shtuar programet Kujdesi shëndetësor në komunitet dhe Shkencat shëndetësore në sport dhe turizëm në nivelin bachelor, për të cilat ka folur edhe rektori i Universitetit Drilon Bunjaku. Në Fakultetin e Mjekësisë kemi 2 programe të reja. E kemi programin Kujdesi shëndetësor në komunitet, është bachelor shkencor, është 3 vite. Ky program lidhet me programin e infermierisë, përvarësh quhet infermieria, tash gjithë të reja që janë interesuar në fushën e infermierisë, atëherë ky është drejtimi i cili i mbulon ato shkallësitë dhe njohuritë e asaj pjese. Ndërsa programi tjetër që kemi shkencat shëndetësore në sport dhe turizëm, është një program i ri, tash po jemi dëshmitar të inkuadrimit sa më të madh të rejave në kujdesin shëndetësor. Kjo po lidhet me pjesën edhe të sportit, po ashtu edhe pjesën e turizmit. Ndërsa në nivelin e edukimit vazhdon edhe për 3 vite programi Edukim fillor, po ashtu në nivelin bachelor. Në Fakultetin e Edukimit është akredituar programi i njohur, programi fillor, ku gjithë të rritët të reja që dëshirojnë bëhen mësimdhënës të ardhshëm në ciklin e ulët, shkollën e mesme të ulët dhe shkollën e mesme, do në shkollën fillore, atëherë mund të inkuadrohen në këtë program. Numri total i kuotave për të cilën ne jemi akredituar 17, do të thotë prej 1 tetorit do të fillojnë 70 studentë në këtë drejtim. Ky sukses është një hap i rëndësishëm drejt fuqizimit të mëtejmë të Universitetit të Gjakovës, duke vazhduar misionin për të ofruar arsim cilësor dhe bashkëkohor. Akademiku, shkrimtari dhe kritiku letrar shqiptar Recep Qosja ka vdekur të enjtë në moshën 90 vjeçare, njoftoi familja e tij. Qosja është autori mbi 30 librave me studime për letërsi dhe kritik letrare, prozë artistike, tregime, romane dhe drama publicistik e shkrime polemike. Në ditën e librit është ndarë nga jeta intelektualit që librin e pati për herë pranë, akademiku Recep Qosja. Vdekja e intelektualit Qosja është humbje e madhe për shqiptarët e të gjitha viseve. Qosja ishte kokëndritur e vendit tonë, patrioti i madh që përfaqësoi Kosovën në kohërat më të vështira të historisë. Ai ishte doktor i parë i shkencave filologjike në Kosovë, autori antologjive dhe monografive të ndryshme shkencore, duke përfshirë një histori trevëllimshme të letërsisë shqipe në periudhën romantike. Nga familja e të ndjerit është bërë ditur se ceremonia martore është kryer sot në mesin e familjarëve të ngushtë dhe me dëshirë të ndjerit nuk do të organizohet ceremoni pritjeje nga familja. Familja nuk do të marrë pjesë në organizime institucionale. Recep Qosja lindi më 25 qershor 1936 në Vuthaj të Gucis, ndërsa njihet si shkrimtar me një penë të vyer, kritik letrar dhe historian. Kontributi i tij pashoq në letërsie në historinë e vendit do të mbetet i paharruar si një shembull i patriotit që ofroi shumë nga vetja për vendin. Referuar banorëve të fshatit Marmull, ura në këtë pjedis fshati nuk është fare në gjendje të mirë. Anësorët e dëmtuara prej kohësh po vlerësohen si të rrezikshme për qarkullim të komunitetit,
e sidomos të nxënësve që në këtë zonë e frekuentojnë shpesh. Ura në fshatin Marmull po konsiderohet gjithnjë më shumë si një rrezik serioz për banorët e zonës. Sipas dëshmive të komunitetit lokal, gjendja e saj është përkeqësuar prej kohësh, ndërsa dëmtimet në pjesët anësore kanë arritur në nivel shqetësues. Banorët shprehen se kalimi mbi këtë urë është i bërë i pasigurt, veçanërisht për këmbësorët dhe drejtuesit e automjeteve. Anësorët të dëmtuara, mungesa mirëmbajtjes dhe amortizimi i strukturës, por rrisin rrezikun për aksidente të mundshme. Ata theksojnë se kjo urë është një lidhje rëndësishme për lëvizjen e banorëve dhe çastjen në shërbime bazë, prandaj rikonstruktimi i saj është i domosdoshëm dhe urgjent. 154 nxënës të klaseve të nënta nga shkollat e Gjakovës të shtunën do të bëhen pjesë e Olimpiadës së gjuhës shqipe. Pas kalimit të fazës së parë në nivel shkolle, nxënësit më të suksesshëm do t'i nënshtrohen testimin prej 20 pyetjeve dhe më të mirët pastaj do të përfaqësojnë Gjakovën në nivel shteti. Të shtunën në Gjakov do të mbahet Olimpiada e gjuhës shqipe dhe letërsisë, një ngjarje e rëndësishme arsimore që mbledh mbi 150 nxënës të klasave të nënta nga shkollat e Gjakovës, të cilët do të sfidojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre gjuhësore. Testi është përgatitur nga ekspertë të fushës së gjuhës shqipe, duke garantuar një vlerësim cilësor dhe profesional të pjesëmarrësve. Kjo garë ka kaluar fillimisht në nivel shkolle, të shtunën mbahet në nivel komunal, për të vijuar drejt nivelit shtetëror dhe atij nacional. Ky rrugtim jo vetëm që rrit konkurrencën, por edhe motivon nxënësit të japin më të mirën nga vetja në çdo fazë. Të gjithë nxënësit pjesëmarrës në Olimpiadën e gjuhës shqipe duhet që përgjigjet të japin me shkrim të kuptueshëm. Në pyetjet me alternativa të rrethohet vetëm alternativa e saktë, ndërsa gjithë testi zgjat 90 minuta. Olimpiada të tilla janë mbajtur edhe viteve të shkuara, si një mundësi e mirë për të gjithë nxënësit e nivelit të nëntë, kjo pasi në mënyrë të natyrshme, garat e tilla nxisin mendimin kritik të nxënësit, përforcojnë dashurinë për gjuhën amtare dhe krijojnë hapësirë për nxënësit e talentuar të dëshmojnë aftësitë e tyre. Olimpiada e gjuhës shqipe organizohet nga Drejtoria e Arsimit në Gjakov dhe nga profesorët e gjuhës shqipe po vlerësohet si një mundësi e vyer që nxënësit e kësaj grup moshe të sfidojnë veten për të fituar përvojë dhe për të ndërtuar besim në njohuritë që zotrojnë. Një varg aktivitetesh janë mbajtur sot në bibliotekën Ibrahim Rogova, në kuadër të ditës botërore të librit. Gjatë paraditës u hap ekspozita me libra të vjetër, pastaj aktiviteti dhuro libër për bibliotekën si dhe u bë shpallja lexuesve më të mirë. 23 prilli, dita e librit, hapi dyert e bibliotekës së Gjakovës Ibrahim Rogova për të shënuar aktivitetin me të ftuarit e saj. Për këtë aktivitet foli drejtori i bibliotekës. Ditën botërore të librit si gjithmonë e shënojmë bashkë me lexuesit, me dhuruesit dhe me lexuesit më të mirë të përzgjedhur gjatë vitit, të cilët edhe si vjet si gjithmonë e kemi ruajtur këtë traditë. Ka lexues që lexojnë më shumë më pak, ata të cilët janë të dalluar sa dish problem. Kemi fituar libra nga Asambleja Komunale e Komunës së Gjakovës, si rrallë herë ndonjëherë kaq shumë një kontingjent i mirë. Ne me të asamblesë ka sjell vetë kryesuesi me përfaqësues të gjitha subjekteve politike. Kemi pas vizita nga Universiteti Femi Agani dhe kështu që si gjithnjë. Ky aktivitet u karakterizua edhe me çmime për lexuesit më të mirë gjatë vitit, ndërta dhe fëmijët. Kam filluar të lexoj prej 1 vit e 3 muajve, jam regjistruar vitin e kaluar në janar, edhe mua më pëlqen shumë libri, jam i pasionuar nga libri, mua nuk më pëlqen teknologjia, edhe pse kam një iPad, ato e shikoj vetëm të shtuneve dhe të djereve, por çdo ditë unë lexoj ka një libër. Çfarë libra të pëlqen me lexuar më shumë? Më pëlqen romani Kapitan Brakushi, më pëlqen edhe Ditari i Gregut, edhe Një familje e papar. Eventi u manifestua me aktivitete letrare nga nxënësit, si dhe u dhuruan libra për të pranishmit. Kjo datë shënon ditën botërore të librit dhe të drejtave të autorit si një nismë globale e UNESCO-s që synon të ndërrojë shkrimtarët dhe të nxjisë leximin si një mjet për liri dhe dije. 23 prilli i vitit 1616 shënon humbin e 2 kolosëve të letërsisë botërore, William Shakespeare dhe Miguel de Cervantes.
Mbetemi te tema e librit dhe sjellim një tjetër kronik. Të veçlit të klasës së 4 të shkollës Fëmijagani në Gjakov, sot para gjyshërve të tyre përformuan dhe diskutuan për shumë çështje që lidhet me librin. Të moshuarit u përpaqën që përmes këshillave t'u bëjnë me dijen nxënësve se sa i rëndësishëm është libri, duke sjellur në kujtesë edhe shumë fragmente nga jeta e tyre. Dita e librit u shënua me aktivitetet edhe në shkollën Fëmijagani në Gjakov. Të veçlit të klasës së 4, sot para gjysheve të pranishme, diskutuan për çështje që lidhen me librin dhe jetën e tyre të kaluar në arsim. Veterani arsimit Mandushe Kurshëmlia u shpreh se për të, nxënësit janë si lulet e kopshtit, margaritare të jetës. Ndërkaq, fëmijët u shprehen të lumtur për vizitën e gjysheve dhe për mësimet e marra mbi rëndësinë e librit. Të moshuarat përmes këshillave u përpaqën t'ju tregojnë nxënësve se i rëndësishëm është libri, duke rikujtuar edhe fragmente nga jeta e tyre. Mësimi i gjuhëve të huaja është thelbësor për rritjen e inteligjencës, përmirësimin e komunikimit global, hapjen e mundësive më të mira në karrierë dhe nxitjen e tolerancës kulturore. Në ditën botërore të gjuhës angleze, u tha se njohja e gjuhës angleze duke filluar nga edukimi fillor, zhvillon aftësitë njohëse të nxënësit dhe natyrshëm rrit empatinë përmes njohjes së kulturave të tjera. Mësimi i gjuhëve të huaja vazhdon të mbetet një nga shtyllat kryesore të zhvillimit personal dhe profesional. Në kuadër të shënimit të ditës ndërkombëtare të gjuhës angleze, edhe në shkollën Yll Morina në Gjakov, u zhvilluan aktivitete vëdijësuese për rëndësinë e kësaj gjuhe. Mësimdhënësja e gjuhës angleze Linda Lipoveci tregoi më shumë rreth kësaj dite dhe rëndësisë që ka për nxënësit. Po, sot është dita ndërkombëtare e gjuhës angleze, e cila përkon me datën e vdekjes së dy kolozëve të shkrimit, Shakespeare-it dhe Cervantesit, por ajo, si çdo vit edhe këtë vit shënohet pothuajse në të gjitha shkollat dhe te ne. Ajo theksoi se në kohën e sotme, sidomos në epokën e digitalizimit, njohja e gjuhës angleze është domosdoshme për të rinjët, pasi u mundëson qasje më të lehtë në informacion, studime dhe mundësi të ndryshme ndërkombëtare. Gjuha angleze me të vërtetë është shumë e rëndësishme. Për nxënësit, sidomos këta të rinjët që sapo kanë filluar ta mësojnë, duhet ta mësojnë se në shekullin 21, në kohën e digitalizimit, vërtet nevojitet shumë gjuha angleze. Po ashtu kemi mundësinë hapjes edhe udhëtimeve të ndryshme, po ashtu kanë mundësinë edhe të studimit normal duke e përdorur edhe shumë faqe dhe shumë në material në internet, me të cilat në anë të gjuhës angleze do të kenë mundësi që të mësojnë shumë gjëra. Në fund, mësimdhënësja Lipoveci pati edhe një mesazh për brezat e rinj, duke i inkurajuar ata që të mësojnë dhe të praktikojnë sa më shumë këtë gjuhë.
mesazhi im është që vërtet mësojeni mirë, ashtu si duhet, dhe vërtet do t'ju ndihmon në jetën e juaj, si ashtu arsimore edukative, por edhe në jetën përgjithësi. Anglishtja përdoret si gjuhë e dytë dhe si gjuhë zyrtare në shumë shtete të botës. Është gjuha që mësohet dhe kuptohet më së shumti në botë, shpesh e njohur me epitetin gjuha e tregtisë, arsimit, shkencës dhe diplomacisë. Këtë të shtunë, futbolistët të vllaznimit në cilësinë e Nikoçirit do të presin lirinë e Prizrenit. Futbolistët gjakovarë përveç përparësisë të terrenit vendas, do ta kenë edhe përkrahjen në zjarr të kuqëzënjeve të Jakovës, të cilët kanë paralajmëruar spektakël. Futbollistët e vllaznimit të shtunën nga ora 15 do të jenë Nikoçiri i Lirisë së Prizrenit. Gjakovarët, përveç përparësisë së terrenit si vendas, do ta kenë edhe përkrahjen e zjarrt të kuqëzënjeve të Jakovës, të cilët kanë paralajmëruar spektakël. Rivaliteti pritet të arrijë kulmin për shkak të incidentit të kaluar mes kuqëzënjve dhe apagjikëve të Prizrenit, duke shndërruar kështu një shtysë të madhe për vllaznimin për të arritur fitoren. Përballja e fundit mes dy skuadrave u luajt në Prizren dhe përfundoi me rezultat 0-0. Gjakovarët rikthehen në shtëpi pas barazimit ndaj Lindjes 1-1. Në anën tjetër Liria vjen në Gjakov pas fitores ndaj Ermis Sadikut 2-1. Vllaznimi aktualisht zë pozitën e 5 me 58 pikë, një më pak se Liria që gjendet në vendin e tretë me 59 pikë. Nuk lejon më të luhet në përparim thashi mbyllet ashtu si nisi ky derbi i Dugaxhinit mes Lirisë dhe Vllaznimit. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Akreditohen 3 programe të reja në Universitetin Fehmi Agani në Gjakov. Anësore të dëmtuara në urën e fshatit Marmull, shqetësim për komunitetin. Shënohet dita botërore e librit, zgjedhen lexuesit më të mirë të bibliotekës së qytetit. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.